Nga lagja 16 e qytetit Korçës, drejtuesi politik I qarkut për Partinë Socialiste Niko Peleshi ka bërë thirrje për bashkim rreth një qëllimi të vetëm, antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Në fjalën e tij Peleshi cilësoi zgjedhjet e 11 majit si një moment vendimtar për të ndarë të shkuarën nga e ardhmja. Ai theksoi se këto zgjedhje shkojnë përtej interesave të partive dhe I përkasin interesit kombëtar. Të bashkohemi përtej partive, përtej partisë tonë, përtej inventarit të partisë, me të majtë e me të djathtë, sepse në këto zgjedhje votohet për Shqipërinë para se të votohet për partitë politike. Ky mandat që fillon me votën e 11 majit është mandati I Shqipërisë Europiane në kuptimin e vërtet të saj edhe formal, edhe praktik, edhe politik, sepse brenda këtij mandati Shqipëria do të bëhet antare e Bashkimit Evropian. Mëtej drejtuesi politik I qarkut të Korçës nënvizoi se më 11 maj, Korça do të japë Partisë Socialiste 7 mandate dhe e gjithë Shqipëria 84 mandate, në mënyrë që të përmbyllen me sukses reformat që janë kusht për procesin e antarësimit. Në 11 maj, Partia Socialiste të marrë një mandat të fortë, Korça të marrë 7 mandate, Partia Socialiste të marrë 84 mandate mundësisht, në mënyrë që edhe ato reforma të ngelura për të kryen pa I shtrirë dorën partive të tjera për konsensus. Në përmbyllje të fjalës së tij, Peleshi përsëriti mesazhin se vota për numrin 5 për Edi Ramën dhe Partinë Socialiste duhet jetë masive më 11 maj, për ta bërë të mundur marrjen e pasaportës europiane dhe për ta çuar Shqipërinë drejt destinacionit si e barabartë me vendet të tjera të Europës.